Ndërkohë, kthehemi njëherë tek lajmi I fundit, ai vendimit të gjykatës lartë për Erion Veliajn, kam kolegun Eni Ferrati, ne përshëndes. Edhe një herë nëse mund të bëjmë një përmbledhje të këtij vendimi, që ne lexuam shkurtimisht, mbetet fuqi apo jo, dhe për ta saksuar cila, pra kjo është kërkesa e parë e vjetra për rekursi I vjetër I Veliajt, apo jo, nuk ka të bëjë me vendimin e gjykatës kushtetuese që u dha pak ditë më parë. Përshëndetje Thimi, bëhet fjalë për rekursin I cili ishte dorëzuar nga avokatët e zotit Veliaj në gjykatën e lartë, bëhet fjalë për rekursin e radhës, pasi më herët janë rrëzuar edhe rekurset e tjera që zoti Veliaj ka paraqitur, jo vetëm për masën e sigurisë, por edhe për afatet e paraburgimit apo për pretendimet të tjera. Kështu ditën e sotme në dhomë këshillimi, gjyqtarët e gjykatës së lartë të kolegjit penal të përbërë prej Albana Boksit, Sokol Binajt dhe gjyqtarit Genti Shala kanë vendosur lënien në fuqi të vendimit numër 53 datë 24/2/2026 të apelit të gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, çka do të thotë se kryetari I Bashkisë Tiranës Erion Veliaj do të vijojë të mbahet në qelitë e paraburgimit me anë këtij rekursi. Kryebashkiaku kërkonte zëvendësim të masës së sigurisë nga arrest me burg në një masë më të butë sigurie, si arrestin në shtëpi, detyrimi për të paraqitur në policinë gjyqësore apo ndalimi I daljes jashtë vendit, ku ishte paraqitur edhe mundësia e garancisë pasurore, lënies të lirë me anë të garancisë pasurore, por që nga ana e gjykatës është rrëzuar ky rekurs I radhës. Nuk dihet nëse vendimi ka qenë unanim. Pra nëse të tre gjyqtarët kanë vendosur pro rrëzimit të kërkesës, apo kemi patur edhe mendim pakise për pranimin e këtij rekursi. Tashmë le të themi që shpresa e vetme Thimi Erion Veliaj të paktën deri në këtë momente për dalë nga qelia mbetet vendimi I pak ditëve më parë I gjykatës kushtetuese, ku gjykata kushtetuese ktheu për rishqyrtim në gjykatën e lartë aplikimin e masës së arrestit me burg të shkurtit të vitit 2025, atëherë kur dhe zoti Veliaj u arrestua në zyrën e tij në Bashkinë e Tiranës. Nuk dihet se kur do të merret për shqyrtim ky vendim I gjykatës kushtetuese, I cili në fakt ankimi I zotit Veliaj u pranua pjesërisht në vendimin e gjykatës kushtetuese, ku gjyqtarët kushtetues u ndan 5-3 me vota për pranimin pjesërisht të kësaj kërkese, kryesisht lidhur me proporcionalitetin e masës së sigurisë, arrest me burg caktuar ndaj kryetarit të Bashkisë së Tiranës, lidhur me dyshimet e arsyeshme që prokuroria e posaçme dhe gjykatat e posaçme kishin arsyetuar sa I takon masës ekstreme, dhe tashmë pritet që gjykata e lartë të shqyrtojë këtë pjesë e cila është kthyer pas për rishqyrtim nga ana e gjykatës kushtetuese, dhe ndoshta mund kemi një vendimarrje tjetër ndryshe nga vendimarrja e ditës së sotme, ku për vërtetës duhet të themi që ka patur edhe një pritshmëri ndoshta për një zëvendësim të masës së sigurisë të kryetarit Bashkisë Tiranës, I cili mbahet tashmë prej rreth një viti e 3 muaj në qelinë e paraburgimit në paraburgimin e Durrësit. Okej, Eni Ferrati, shumë faleminderit për gjithë ata që sot të uroj punë të mbarë të ty. Okej, dashur miq, to ishin zhvillime që kishim zgjedhur për sot, për lajmet e fundit nga vendi, rajonet dhe bota. Shkarkoni aplikacionin e Euronews.al në App Store dhe Google Play. Programet tona mund të ndiqni edhe në radio në frekuencë 105.7 MHz. Mos u largoni, pas pak vjen kolegja Ujesa Doshlane për zhvillimet kryesore. Bashk do të shihemi sërish nesër në orën 12. Deri atëherë, kalofshi bukur.